dy gjëra për me qenë në fejes apo në njoftim, janë dy gjëra. Njëra është do të me qenë e sinqert, edhe turpshme. Me pas turp pakës. Ti do të kur takohesh me një djalë, po do në me hinë martes, normal, çdo vajzë në Kosovë që është, unë ta garantoj, sidomos na, në gjene që i kemi, asë njëra nuk i afrohet një djalit për avantur. A djemët po. Djemët e kanë në gjene pak, a di se edhe këshu prej gjeneratave sen janë të pangopur. Në atë aspektin jo të gjithë, po ata që mendojnë se janë të ngopur, ata janë ose të devotshëm, që nuk dojnë me bo amoralitet, ose e kanë një epsh normal. Ndërka që në përgjithësi femrat, kur takohen në lidhje, ato gjithmonë mendojnë si kanë me u bo non, si kanë me pas një shtëpi, si kanë me pas një vetur, si kanë me shku në pushime, janë kërkesat shumë të vogla që arrihen. Mirë po gabimi është e femrat, se kur takoheni, qojeni një vjetë me djalin vetëm si motër e vlla. Vetëm si motër e vlla. Ajo puna e dysheku du të me qenë e fundja. Atena është e kundërta. 3-4 herë dele, 5 ta shkon në dyshek me djalun. Kjo është ma e keqe. Këtu rolin e vetë nuk e di si vajzë, për vajza shqiptare. Në martes, këto pra janë në sinceritet me pas, në fejes. Qofse një fejes, apo një njoftim, se normal, së mund është me hyrë në martes pa unë njoftu, ama ti shkon në restorane, shkon në takime, shkon në park, ama jo në për skute, jo në për hotele, ajo është e fundit, sepse aty ta merë zemrën djali. Prandaj unë e thëmë, virgjëria është një prej gjanave që jepet vetëm në shtratin e ndershmërisë. Vetëm në shtratin e ndershmërisë.